je në syrin e medias, je në syrin e ciklonit të publikut, i cili nuk të kursen dhe publiku bën gjithmonë oponencë, është opozitar, dhe me pozitën dhe me opozitën, për çdo pakënaqësi ngre zërin. Nga ana tjetër e ke kufizuar veten tënde se nuk je më në biznes që të jesh e lirë, që të pish ato që do, të bësh pushimet që do, të vendosësh ato orën që ke vendosur, njerëzit mund të të kritikojnë dhe të thonë për shembull, kjo ora kushton kaq, të bëj llogarinë atij Bryzylykut që ke vendosur. Ti intimidon kjo, të shqetëson? Jo. Kjo nuk më intimidon fare, nuk më shqetëson sepse unë të gjitha këto të mira materiale apo të mira të cilat më bëjnë të ndihem mirë, i kam realizuar përpara se të hyj në politik, i kam fituar me shumë punë, edhe do të vazhdoj ti kem, ti posedoj, ti vendos. Atëherë sa herë do më duhet mua të marr një kënaqësi personale në një ditë të caktuar që më duhet të vazhdoj edhe më shumë aktivitetin tim, që më kufizon nga liria ime, patjetër që po. Tani kantieri yt është Kuvëndi Popullor, edhe inxhinierët, arkitektët, projektuesit janë publiku, njerëzit që ke takuar dhe që po besojnë tek ty. Eksakt. Shpresoj që ky kantieri i sallës së parlamentit të jenë pak më i qetë, sepse tek ai kantieri real aty në ndërtim dalin ca grinte dhe ca terma edhe ca fuqi të cilat janë përtej asaj që ti je, sepse do duhet patjetër në moment të caktuar ti jesh i tillë për të zgjidhur problematikat. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.